Konsumimi i lëndëve narkotike është rritur ndjeshëm tek të rinjt. Silviano Lepuri, mjek psikiatër në qendrën komunitare të shëndetit mendor në Vlorë, tregon se është në rritje edhe numri të rinjve që vinë në këtë qendër për të marrë ndihmën mjekësore pas konsumit të alkoolit apo drograve të ndryshme. Të rinj që marrin mjekim sipas Lepurit vuajnë nga çrregullimet e ankthit, por edhe problematika të tjera të shëndetit mendor që shkaktohen nga përdorimi i drograve të forta dhe alkoolit si psikoza, çrregullimet e humorit e tjerë. Unë kam rreth 10 vite që ushtroj profesionin si mjek këtu në qendrën komunitare të shëndetit mendor dhe mund të them se nga viti në vit numri i të rinjve që kanë ardhur dhe kanë kërkuar ndihmë ose kanë kërkuar shërbim nga ne është rritur. Simptomatikat kryesore ose diagnozat kryesore për të cilat paraqiten janë çrregullimet e ankthit, por duhet një rol goxha të konsiderueshëm zënë edhe pacientët apo të rinjt që vinë që kanë problematika të shëndetit mendor të shkaktuara nga konsumimi i lëndëve narkotike ose alkoolit, që ne i quajmë nga përdorimi i substancave. Lepuri thotë se shumë prej rasteve të cilat pavarësisht se kanë marrë ndihmë mjekësore dhe këshillim psikologjik, sërish kur kanë përfunduar mjekimin, kanë rënë pre konsumimit të lëndëve narkotike. Sipas i ka patur edhe raste të suksesshme, të cilët kanë qenë të vetëdijshëm për mjekimin që duhet të marrin e duke dalë nga kjo gjendje. Kemi pas raste që kur e kanë pasur, domethënë kanë ardhur dhe kanë kërkuar ndihmë për herë të parë dhe kanë qenë të vetëdijshëm që duhet ta ndërprisnin abuzimin, terapia ka ecur, kanë dalë nga gjendja dhe janë kthyer në rrjetën e përditshme pa asnjë problem. Por duhet të themi se shumica e rasteve që vinë dhe mjekohen bëjnë përsëri recidiva, sepse pasi dalin në komunitet shkojnë prapë në atë rrugën e gabuar të abuzimit me substanca dhe kjo e sjell prapë në rëndim të gjendjes. Duhet thënë se shumicën e këtyre pacientëve që abuzojnë me substanca, ne i referojmë për në klinikën e toksikologjisë në QSUT, sepse ata janë apo stafat apo tamam mjekët e specialitetit që merren me abuzimin apo varësinë nga substanca. Ne si psikiatër ndërhyjmë në rastet kur nga abuzimi shfaq edhe probleme të shëndetit mendor, siç mund të jenë psikozat ose çrregullimet e humorit, çrregullimet e ankthit e tjerë. Ndihma që u jepet të rinjve të cilët konsumojnë drogra të forta dhe alkool është tepër e rëndësishme. Mjeku psikiatër Silviano Lepuri thot po ashtu se kjo ndihmë është tepër e vlefshme në fazat e para të konsumimit të lëndëve narkotike e bëhet më e vështirë kur pacienti krijon varësi. Ndaj sipas tij duhet marrë mjekime me patjetër që të mund të dilet nga gjendja e varësisë. Unë do të thosha jo vetëm mjeku psikiatër, por i gjithë stafi psikosocial, ku në përbërje të tij ka dhe ka dhe psikolog, ka dhe punonjës social, të gjithë këto allka janë të rëndësishme, sidomos kur pacienti ose qytetari është në fazat e para të abuzimit. Se më vonë kur krijohen varësitë është pak më e vështirë për të dalë nga gjendja. Vlen të theksohet se shumë prej të rinjve, madje edhe adoleshentë, të cilët përdorin alkool dhe drogra të forta, krijojnë varësi duke kaluar në një shëndet të rënduar fizik dhe mendor. Shumë prej rasteve të cilët e teprojnë me përdorimin e lëndëve narkotike veçanërisht, fatkeqësisht kanë përfunduar në fatalitete.